إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Më të vërtetë të gjitha lavdërimet I takojnë Allah subhanahu wa ta'ala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja veteve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që ai e humbi nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe të gjithë shokët e Tij deri ditën e gjykimit. O ju të cilët keni besuar, friksojeni Allahut me një frikë të vërtetë dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Robërt Allahut, dijeni se ignoranca dhe padituria në lidhje me fenë islame është një ndër shkaqjet e futjes së njeriu në zjarr dhe e shkatërimit të tij. Kjo nga sa Allahu I lartësuar thot në librin e tij: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allahu ju nxori juve nga barqet e nënave tuaja, duke mos ditur ju asgjë, dhe bëri që ju të keni dëgjim, shikim dhe zemër në mënyrë që të mund të falenderoni. Pra njeriu lindi duke mos pasur asnjë lloj informacioni dhe duke mos ditur asgjë fare. Pastaj Allahu I lartësuar me mirësinë e Tij e furnizoi atë me mirësinë e shikimit dhe të dëgjimit, si dhe I dha atij logjikën e cila ndodhet në zemër, me qëllim që ai t'i shfrytëzojë ato për t'u nënshtruar Allahut të lartësuar dhe për ta falendëruar atë. Ndërsa banorët e zjarrit nuk I shfrytëzuan dhe nuk I përdorën këto mirësi që u dha krijuesi I tyre për ta falendëruar atë dhe për të njohur fenë islame dhe krijuesin e tyre, por se u treguan ignorant dhe të paditur, nga se I dhan përparësi njohurive të dunjas, të cilat përparuan me një përparim shumë të madh dhe ngelën mbrapa në njohjen e fesë islame dhe të Zotit të tyre. Ndaj Allahu I lartësuar për shkak të kësaj I ka përshkruar ata se janë njerëz që nuk shikojnë, as dëgjojnë dhe as logjikojnë, si dhe janë njerëz të humbur. Kështu Allahu I lartësuar thot për ta: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Thot vërtet ne kemi krijuar për xhehenemin shumë prej gjinëve dhe njerëzve. Ata kanë zemra me të cilat nuk kuptojnë, kanë sy me të cilat nuk shohin, dhe kanë vesh me cilët nuk dëgjojnë. Ata janë si kafshët, madje edhe më të humbur. Të tillët janë të pakujdesshëm, pra të shkujdesurit. Pra Allahu I lartësuar u dha atyre këto të mira, mirë po ato në vend që t'i përdorin ato për njohjen e të vërtetës, I përdoren ato për njohjen e së kotës dhe për këtë dunja që nuk është e përhershme. Ndaj Allahu I lartësuar thot: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Thota e ke para të që ka marrë tekën dhe epshin e vetë për të adhuruar të Tij, vallë atij do të jesh kujdestari I Tij, apo vallë mendon se shumica e tyre dëgjojnë apo logjikojnë? Ata nuk janë gjë tjetër vetëm sikurse kafshët, madje ata janë në një rrugë edhe më të humbur. Për këtë arsye, vetë banorët e zjarrit e pranuan me gjuhët e tyre se ato në dunja
ishin të atill që nuk dëgjonin dhe as logjikonin. Kështu Allahu i lartësuar na tregon në librin e tij për ta duke thënë: "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir." Ata thanë sikur të dëgjonin apo të logjikonin, ne nuk do të ishim prej banorëve të zjarrit. Kështu ata e pranuan gjunahun e tyre, ndaj larg mëshirës së Allahut qofshin banorët e zjarrit. Robert Allahut. Nuk ka dyshim se ajo çka u ka ndodhur muslimanëve sot në çdo vend të botës, në lindje apo në perëndim, sikurse është përçarja, poshtrimi, gjunahet, grindja me njëri tjetrin e shumë të këqija të tjera, janë vetëm se për shkak të ignorancës së tyre në lidhje me fenë e tyre. Madje armiqtë e tyre kanë planifikuar plane të ndryshme dhe të lloj-llojshme për t'i bërë ata që të ngelen ignorant dhe të paditur në lidhje me fenë e tyre. Dhe deri diku ja kanë arritur qëllimin, nga se shumica e muslimanëve sot nuk i din shtyllat e besimit, as din kushtet e saktësisë së namazit, as nuk e njohin halalin nga harami, përveç atij që e ka mëshiruar Zoti im. Kështu e shikon muslimanin duke falur namaz dhe nga ana tjetër debaton me ty dhe të kundërshton dhe të thotë përse kamata është haram. E shikon atë duke u falur dhe duke pirë alkol dhe të thotë namazin e kam për Allahun, kurse pirjen e kam për vete. Kurse dikush tjetër thotë Allahu i do ateistët. Çfarë ignorancë është kjo? Çfarë niveli është ky? Ja me këtë lloj edukate janë rritur në duart e mosbesimtarëve shumë prej muslimanëve. Shumë prej tyre i besojnë mosbesimtarëve dhe shkojnë me vrap pas tyre duke mbledhur nga pasuritë e kësaj bote dhe nuk e vrasin mendjen fare për halalin dhe haramin. I kanë lënë pas dore dispozitat e Islamit, e kanë lënë librin e Allahut dhe sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam pas shpine. Ai sa kemi mbërritur në një pikë ku jemi bërë për të ardhur keq. Robert Allahut, Islami dhe muslimanët sot janë në shënjestër nga mosbesimtarët. Ata duan t'i japin fund një herë mirë muslimanëve dhe kësaj feje madhështore. Nuk ka njeri që ka kuptuar pak nga feja islame që të mos di këtë realitet të hidhur të cilin pa e shikojmë çdo ditë me sytë tanë. Ndaj obligohet për ne që të ruhemi prej tyre, duke u marrë me dije dhe duke u larguar nga ignoranca, sepse ignoranca është smundje vrasëse. Ajo është shkak për shumë të këqija që i ndodhin njeriu. Për këtë arsye, shumë ajete kuranore dhe hadithe pejgamberike na kanë paralajmëruar nga ignoranca dhe pasojat që ka ajo. Ndaj po të vëmë re tek shumë gjëra që ndodhen sot në mesin e njerëzve, do të shohim se shkaku kryesor është ignoranca. Prandaj, kjo lakurësi e madhe që ne shohim sot vjen nga padituria dhe ignoranca në fe. Për këtë arsye Allahu i lartësuar thotë: "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah al-ula." Thotë qëndroni në shtëpitë tuaja dhe mos u zhvishni sikur zhvisheshin në kohën e ignorancës së hershme. Pra kjo tregon se ignoranca sjell zhveshje dhe degenerim, nga sa Allahu i lartësuar e ka lidhur zhveshjen dhe lakurësinë me ignorancën. Pra në peshorën e Islamit dhe të shariatit, përhapja e zhveshjes dhe e lakurësisë është tregues i përhapjes së ignorancës dhe i paditurisë, kurse në peshorën e perëndimit dhe të mosbesimtarëve, përhapja e zhveshjes dhe e lakurësisë është emancipim dhe zhvillim. Vallë, cila peshorë për tyre është me drejta dhe me udhës. Përgjigjen e kësaj e di çdo kush që ka pak njohuri rreth udhëzimit të Allahut të lartësuar. Po ashtu po të vëmë re tek imoraliteti që është përhapur në mesin e njerëzve sot, do të shikojmë se shkaku i tij është ignoranca. Nëse shtohet ignoranca në një vend, shtohet imoraliteti, e nëse paksohet ignoranca, paksohet imoraliteti. Ndaj Jusufi a.s. e lidhi imoralitetin në të cilin bie robi me ignorancën duke thënë: "Rabbi, asijnu ahabbu ilay mimma yad'unani ilayh, wa illa tasrif anni kaydahun asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin." Tha: "O Zotim, burgu është më i dashur tek unë se sa imoraliteti tek i cili ato më ftojnë. E nëse ti nuk e largon prej meje kurthin e tyre,
unë do të anë nga ata dhe do të jem prej ignorantëve. Pra ai tregoi se njeriu kur bie në imoralitet, bie nga ignoranca e tij. Përndryshe, çfarë pengoi atë që të bënte imoralitet me gruan e ministrit? Ajo që ruajti nga imoraliteti, atë është dia, e cila e bëri atë që t'i friksohet Allahu të lartësuar. Ndaj Allahu i patmeta thot për të: "Walamma balagha ashuddahu ataynahu hukma wa ilma." Ataynahu hukma wa ilma wa kadhalika najzi al-muhsinin. Thotë kur ai, pra Jusufi alayhis salam, arriti pjekurinë e tij, ne i dham atij urtësi dhe dije. Kështu i shpërbejmë neve për mirë. Pra dia e ruan njeriu që të mos bjerë në imoralitet dhe nga shumë gjunahe të tjera. Ndaj, le të përfitojmë nga këto udhëzime të larta kuranore dhe të përpiqemi që të bëhemi prej të ditërve dhe të udhëzuarve, dhe jo prej ignorantëve të cilët kanë humbur vetët dhe të tjerë. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'd. Robert Allahut, dëmet dhe pasojat që sjell ignorancë për individin dhe shoqërinë në dunja dhe ahiret janë të shumta dhe të panumërta. Ndaj përveç atyre që përmendëm më lart, përmendim edhe se njeriu nga ignoranca e tij në lidhje me Kur'anin dhe Sunetin e të dërguarit Allah sallallahu alaihi wasallam, bie në kufër dhe në shirk, bie në bidate dhe në bestëtni të kota, dhe në gjunahe të tjera pafund, të cilat ai nuk e di. Shembull për këtë që themi është se mos besimtarët e Mekës në atë kohë erdhën tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkuan atij që ta adhuronte, pra që i dërguari Allah ta adhuronte idhujt e tyre bashkë me ta një vit dhe pastaj ata ta adhuronin Allahun një vit. Mirë po Allahu i lartësuar i quajti ata ignorant duke thënë: "Qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuha al-jahilun? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ." Thuaj, a di këtë tjetër veç Allahut po më urdhëroni ju mua që ta adhuroj, o ju ignorant, ka o ju të paditur, me të vërtetë është shpallur ty, dhe atyre para teje se nëse i bën shok Allahut në adhurim, puna jote do të asgjësohet dhe do t'jesh prej të humburve. Përkundrazi vetëm Allahun adhuro dhe i prej falëndëruesve. Pra, ata nuk e thanë atë fjalë vetëm se nga ignoranca e tyre në lidhje me fenë islame. Të njëjtën gjë veproi edhe populli i Musait alayhis salam. Ata i kërkuan Musait alayhis salam që ai t'u bënte atyre një të adhuruar, me qëllim që ta adhuronin atë përveç Allahut të lartësuar. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Ata thanë: "O Musa, na bëj edhe neve një të adhuruar, ashtu siç kanë edhe ata të adhuruar." Musa alayhis salam tha: "Vërtet ju jeni një popull që nuk dini, jeni një popull ignorant." Pra ignoranca e bën njeriu që të bjerë në shirk, në kufër dhe gjunahe. Po ashtu ndër gjunahet e shumtuara të përhapur sot, për shkak të ignorancës është edhe homoseksualizmi, vepra e ulët që bënin populli i Lutit alayhis salam. Argument për këtë është fjala e Allahut të lartësuar ku thotë: "Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahisha wa antum tubsirun a innakum la ta'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun tajhalun." Për kujto kur Luti alayhis salam i tha popullit të tij: "Vallë apo bëni një vepër të shëmtuar, duke qenë se ju e shihni se ajo është e shëmtuar? Valla vërtet po kontaktoni me burrat për shkak të epshit tuaj duke lënë me janë gra, përkundrazi ju jeni një popull ignorant." Pra siç e shikoni në këtë ajet kuranor, shihet qartë lidhja midis kësaj vepre të shëmtuar dhe midis ignorancës. E duke qenë se kjo vepër e shëmtuar është përhapur edhe në vendet islame, atëherë kjo tregon se shumë prej muslimanëve janë ignorant në lidhje me librin e Allahut dhe sunetin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam,
Jo vetëm kaq, por se shumë prej muslimanëve sot, për shkak të ignorancës, kërkojnë të gjykohen tek ligjet të tjera përveç ligjit të Allahut të lartësuar. Ndaj Allahu i patmeta thot: "Afa hukma al-jahiliyyati yabghun, wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun." Valla gjykimin e ignorancës po dëshirojnë, po kush është më i mirë, më i drejtë se sa Allahu në gjykim për një popull që janë të bindur se Allahu është gjykuesi më i mirë. Po, shumë prej tyre nuk i pëlqen gjykimi i Allahut, duan gjykim tjetër. Prerja e dorës së hajdutit është siguri për popullin, ndërsa ata thonë s'bën ky ligj. Gurzimi i personit të martuar që bën immoralitet është pastrim për të dhe përmbushje e urdhrit të Allahut, ndërsa ata thonë s'bën ky ligj. Është shumë ligje të tjera, të cilat mohohen dhe nuk pëlqehen prej tyre për shkak të ignorancës dhe paditurisë së thellë në lidhje me shariatin e Allahut. Po ashtu grupacionet e shumta dhe përçarja e madhe midis muslimanëve sot, ku çdo ditë formohet nga një grupacion i ri dhe ku çdo kush del parti dhe grup me vete, përse ndodhin? Ndodhin për shkak të ignorancës në lidhje me librin e Allahut të lartësuar dhe për shkak të ignorancës në lidhje me sunetin e të dërguarit të tij, sallallahu alaihi wasallam. Ata po ta dinin se kur u ndodh ndonjë mosmarrveshje midis tyre, duhet ta kthejnë atë tek libri i Allahut dhe suneti të dërguarit të tij, sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ata nuk kanë arsye pse të përçahen dhe të ndahen në grupacione. Ndaj Allahu i lartësuar për zgjidhjen e kësaj çështje tha në librin e tij: "Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay' farudduhu ila Allah war-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayr wa ahsanu ta'wila." O ju të cilët keni besuar, bindjeni Allahut dhe bindjeni të dërguarit, si dhe prijeseve tuaj nga ju, edhe nëse nuk pajtoheni për ndonjë çështje, atëherë ktheheni atë tek Allahu dhe i dërguari, po qëse i besoni Allahut dhe ditës së fundit. Kjo është më e dobishmja dhe përfundimi më i mirë. Ndërsa i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Qad taraktukum 'ala al-bayda lejluha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ." Më të vërtetë thot, unë ju kam lënë juve në të bardhë, pra në një rrugë të bardhë. Nata e saj është sikurse dita e saj, prej saj nuk devijon askush pas meje, përveç atij që është i shkatërruar. Ai që do të jetoj prej jush thot, pas meje do të shikoj mos pajtime të shumta, pra përçarje të shumta. Kështu që ju obligohet juve që t'i përmbaheni asaj që keni njohur prej sunetit tim dhe sunetit të halifëve të drejtë të udhëzuar, kapuni fort me dhëmball pas tyre. Pra robërt Allahut, ja ku është libri i Allahut në mesin tonë, ja ku është edhe suneti të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kush dëshiron shpëtimin dhe largimin nga ignoranca, le t'i mësoj ato, të kapet fort dhe t'i përmbahet mësimeve të tyre. Përndryshe, të mos fajsoj askën tjetër përveç vetes së tij. I lutem Allah të lartësuar që të na ruaj nga ignoranca dhe dëmet e saj, si dhe të na jap dije të dobishme. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.